mbase pak I kam ngarkuar, sepse është një periudhë ngarkuar për ta, duke qenë se bëhen gati edhe për evente të ndryshme, megjithatë kam shumë kënaqësi që t'i kem këtu në studio. Mirë se erdhët, faleminderit shumë që erdhët, që ndat kohë për të qenë pjesë e emisionit Prizma. Faleminderit shumë për ftesën, Ilmia. Mirë se gjetëm, faleminderit shumë. Kënaqësia jona gjithashtu të jemi pjesë e emisionit. Shumë faleminderit edhe një herë. Unë pak a shumë domethënë edhe në biografinë e pam hapat tuaj si kanë filluar. Ju në shtëpi në fakt do le të themi deri diku e keni pas këtë për të vazhduar edhe me vallëzimin, duke qenë se edhe baba juaj është edhe Fadil Zeneli, të cilën të gjithë në fakt e njohin dhe është edhe kryetar I ansamblit Emin Duraku sigurisht. Më tregoni pak për ju si ka qenë, nëse I kujtoni ato, nëse ju kthej në fëmijëri, si kanë qenë ato pjesët apo rrugtimi yt I parë në fakt, si keni filluar, ka qenë e imponuar deri diku apo ka qenë edhe nga dashuria nga ajo që e keni parë edhe babain tuaj? Duke pas parasysh se unë kam qenë fëmija më I vogël në familje dhe gjithherë kur babi shkonte me motra, se kemi edhe 2 motra më të mëdha, edhe ato kanë qenë pjesë e ansamblit Emin Duraku në kohën e mëhershme. Gjithherë shkoja edhe unë në ushtrime me babin dhe motrat, edhe filloi dashuria aty gjatë ushtrimeve, filloi dashuria edhe tek unë të kyqem dhe u kyqen oficialisht në moshën 6 vjeçare. Pra shumë e vogël ke filluar. Po, shumë e vogël. Avni, për ty, si ka qenë pastaj? Po, dhe fillimet e mia kanë qenë ashtu pak a shumë ngjashme, për shkak na si fëmijë gjithmonë shkonim I ndjeknin ato grupet që ishin para neve dhe aty filloi dashuria, domethënë, jo ndonjë imponim, pastaj me kalimin e kohës, domethënë, punu edhe me babin bashk punojmë. Gjithandej duke ndjekur sigurisht edhe babain tuaj. Tashmë 20 vite karrierë, unë e thash edhe më herët edhe kur teksa bisedonim, e kam thënë edhe me të tjerët në fakt kur kam biseduar, kaq të rinj të keni 20 vite karrierë. Edhe teksa flisnim thash që mbase shumë kanë filluar edhe në shoqata kulturore artistike, megjithatë nuk e kanë vazhduar pikërisht që ta bëjnë edhe si profesion këtë rrugtim. Çfarë emocionesh ju përcjell kur e mendoni që 20 vite në fakt keni qenë në këtë rrugtim? Po, 20 vite kuptohet janë shumë si numër, kur I flasim e paramendo të kesh punë gjatë gjithë atyre 20 viteve. Neve do me thënë rrugtimi jonë gjatë 20 viteve ka qenë I pandërprerë. Gjithherë kemi ushtru, kemi punu, mirë po ka qenë, them, fati I ynë që pas 14 viteve në ansamblin Emin Durakut, po folion si Gjeneta, pas 3-14 viteve u hap edhe ansambli shtetëror shqiptar. Dhe më njëherë pas ndërprerjes tonë, të them, në ansamblin Emin Duraku, neve u kyqëm si valltar në ansamblin shtetëror. Dhe njëkohësisht punonim edhe në ansamblin Emin Duraku. Dhe aty filluam edhe të jemi vetëm ushtrues të grupit, pasi që nuk na u lejonte të jemi edhe si valltar në ansamblin Emin Duraku. Dhe deri tani më kështu po funksionon, jemi valltar atje dhe valltar këndej. Pra angazhimet më I keni edhe më të shtuara, vitet sa më shumë ikin, angazhimet edhe më shumë shtojnë, apo sepse jeni edhe koreograf tash, për të cilat do të flasim pak më tej. Nëse mund të ndani, e di që 20 vite janë shumë momente, po mbase disa momente që gjithmonë I kujtoni të paharrueshme për gjatë këtyre 20 viteve? Po, ka shumë momente, tash ndonjë më speciale, po zakonisht ne kemi eventet apo festivalet, diçka më speciale, ndoshta këto jubilej që kemi pas në ansamblin Emin Duraku kanë qenë shumë të rëndësishme dhe I mbajmë mend, dhe kur takojmë edhe valltarët I kujtojmë ato jubilejt, po edhe me ansamblin e shtetit ku kemi pas ndonjë festival të madh apo ndonjë event të madh. Ato domethënë janë për neve më speciale, më Sigurisht. Besoj edhe kjo e 20 vjetorit, ku e festuat në fakt edhe 20 vjetorin. Kjo ishte ndoshta më speciale për neve. Cilat kanë qenë mbase komentet ose mesazhet më të bukura që keni marrë për gjatë, jo për gjatë këtyre 20 viteve, por në fakt në momentin që e festuat pikërisht 20 vjetorin, që e shënuat 20 vjetorin? Po, duke pas parasysh, sepse 20 vite janë shumë dhe duke na I njoht punën njerëzit që miren me art dhe kulturë, në momentin që erdhëm dhe e pan koncertin, sepse në koncert ne shfaqëm shumë pak nga ajo që ne mundemi. Dhe komentet kanë qenë jashtëzakonisht pozitive, sepse jemi të rinj në moshë, ndërsa bëm një punë shumë të madhe. Shumë e vërtet. Sot jeni edhe koreograf, që besoj është sigurisht angazhim ekstra, sepse duhet t'i mësoni edhe të rinjt
përveç që edhe të shfaqni edhe vallet tuaja, të bëni koreografi të reja. Sigurisht që koreografia është art, por besoj edhe shumë presion. Sa është e vështirë për të bërë, ose cilat janë ato pikat kryesore që duhet t'i ketë një valltar për t'u bërë edhe koreografe dhe për të sjellë një koreografi të re? Po, një koreografi për të bënë, dhe më thonë që unë personalisht tash edhe Gjenete normal, po kam bërë koreografin time të parë, kështu komplet edhe me muzikë të re, edhe me lëvizje të reja, me gjithat. Tash për 20 vjetor, dhe me thonë që e kemi pasën. Kam fillu para 2 vite, po jerë radha për këtë jubilejm. Na me fëmi, me 3, dhe me thonë kemi fillu para 10 viteve, apo 11 viteve. Atër nuk kemi qenë koreograf, po si udhëheqës të valltarëve. Po për të thurë një koreografi, një valltar, dhe me thonë vetëm eksperienca mund të bëj atë që edhe puna e madhe. Na kemi punu edhe kemi arrit atë që dëshmi në arrit. E vërtet, jeni përkushtuar shumë për të arrit këtu. Kur bëhet fjalë për koreografi, keni ndonjëherë sigurisht idet njëri tjetrit, jep një ide, kjo duhet bëhet, kjo s'duhet bëhet, kur e bëni bashk, punoni në koreografi bashk shpesh? Po, zakonisht neve punojmë bashk. Kemi qenë edhe në Zvicër, në ansamblin Arbëresha, kemi punu koreografi atje. Dhe zakonisht mire mund më shumë me vajzat, avnju me djemët. Dhe ku ka nevoj për intervencë, shembull qoftë unë shoh se zakonisht kur punon, ka ndodh ndonjëherë që nuk sheh ndonjë detaj ose diçka dhe unë vetëm ja kujtoj për ta korrigjuar atë moment. E njëjta ndodh edhe tek avnju korrigjon. Nuk do të thotë që avnju nuk punon as pak me vajza ose unë as pak me djem. Kuptohet edhe në atë formë ne ndihmojmë njëri tjetrin, por shumicën e rasteve i kemi të ndara, që pastaj edhe bashkohen, sigurisht se ka valle ku lëvizjet pastaj edhe bashkohen. Ka ndonjëherë debate, përplasje për këtë ide, dikush thotë jo, s'duhet ta bëjmë këtë, mos e bëjmë këtë hap, mos e bëjmë atë hap. Po. Kush i fiton këto debate në fund? Debate s'ka në njëri që i fiton më shumë, po kemi debate. Përplasje për ide. I prejnë. I prejnë më shumë, po. A është i rreptë dhe baba juaj, sepse normal, ai ka vite më tashmë, edhe më shumë vite se sa ju. Është i rreptë kur ju sheh diçka që e keni bërë, e keni krijuar ju ose ndonjë valle dhe ju thotë që kjo nuk duhesh të bëhet kështu, është dash të bëhet kështu. Po, na jep sugjerime, për koreografin po foli bërtimen, të fundit, më ka dhënë ideja shumë, edhe më ka ndihmuar në mas eksperiencë aty, po unë kam bërë vetë, dësha vetë gjithçka ta bëj, ama mendimin aty kam ndryshuar diçka që tjetë e kompletuar si koreografi. Ke marrë mendimet e ti, por që sigurisht vetë ke dash që ta bësh atë të ndër. Ka qenë ajo vetëm me djemët që ishte koreografia, ose jo në natën e 20 vjetorit që e kishit apo? Edhe vajzat, grupi i parë. A, grupi i parë, okej, që ka qenë bashkë. Se kishte edhe një koreografi që kanë vallëzuar vetëm djemët edhe vetëm vajzat. Një ishin të ndara ato, kanë qenë tepër të bukura. Shumë të bukura. Në fakt s'mundem e t'i ndaj se tash më kujtoj, po kam qenë atë natë dhe me të vërtet ka pas valle shumë të bukura. Në 20 vjetorin tonë, Gjeneta e ka bën një adaptim skenik, vetëm me vajza, dhe më thonë, është diçka më ndryshe ka bën. Përsa unë ka bën një koreografi gjithçka e re, dhe më thonë me muzikë, e cila u titullu Valle Dardanis, apo më originale me babin e kemi bisedu dhe kemi qytë Dardanus, dhe më thonë, është emri originali. Ajo do ke qenë me siguri, se mbaj mend paka shumë, ka qenë shumë e bukur, ka qenë një valle shumë e bukur. Sepse aty fillojnë djemë, pastaj vajzat, pastaj bashk, është edhe ajo është koreografia që ka punu vetë avniju. E po prandaj ndoshta e mbaja mend atë pjesën me djemë, se di që fillojnë një herë vetëm djemë, ama me të vërtet ka qenë shumë e bukur. Kërkohet me siguri tash, do ta kërkojnë gjithandej që ta bësh këtë valle, apo ta luash? Po, ja vlen. Po, besoj që po, kur e kam pa, se kam përdor disa lëvizje apo disa momente më rrezikante, ka shumë aty, dhe më thonë ta koreografi, edhe mas shumë të komente që e kom marrë të ato pjesë që kanë qenë shumë. Se ke rrezikuar kanë qenë komentet, apo? Jo, pse po... Guximi, apo edhe si keni bon. Gjithë kush ma ka përmen, më ka thonë qish farë keni shku, qish keni shku në atë mënyrë, po me punë bon. Edhe valltarë që i kemi janë punëtorë edhe me dimin atyre pa tjetër.
sigurisht, është punë në ekip, le themi, në tim, po. që thuhet. Me valltarët sigurisht që ju shkoni mirë dhe i pranojnë edhe ato lëvizjet që ju mbasi i shtoni ose koreografi të reja, po ka ndonjë prej valltarëve në Emin Duraku ose edhe në ansambël të cilët i keni që gjithmonë është ashtu, pse duhet ta bëjmë këtë ose është pak më, le të themi, ju açan kokën në thojza. Me thënë të drejtën, neve më shumë punojmë kështu me masivitet në ansamblin e Mindurakut dhe periuda që ishte kur kishim 20 vjetorin, ishte një ngarkesë shumë e madhe për valltarët aty. Mirë, po nuk u merr mendja që me aq shumë vullnet, me aq shumë dashuri, në asnjë moment s'ka qenë of u lodhëm, sepse ishte një periudhë ku unë u deshte të punoja vetëm me vajzat, sepse kisha adaptimin skenik për herë të parë në vendin tonë, mund të them, ndoshta edhe në Ballkan për shqiptarët, që ka qenë hera parë të shpallet një adaptim skenik, sepse adaptimi skenik me koreografin dallojnë. Dhe unë doja ta punoja pjesën time, pastaj më njëherë u deshte të kyqemi me koreografin e Avniut dhe asnjëherë nuk ka qenë ndonjë ankesë, u lodhëm apo diçka, por edhe ata donin të punonin. Hajde ta punojmë çet pjesë, a mund të kalojmë këtu, a mund të kalojmë aty. Në asnjë moment s'ka qenë me pritesë ose diçka tjetër. Adaptim skenik, kur thue, domethënë është një koreografi veç më e bërë, apo një koreografi dhe e adapton me bën ndryshime në lëvizje ose? Adaptim skenik është një vallet them që e marrim burimin prej një vendi të caktuar dhe duke bërë edhe motivet të atij vendi pa dalë jashtë. Shembull, adaptimi skenik ka qenë nga zona e Javullqishtit, me këngë, me veshje dhe me lëvizje të jenë po të asaj zone. Domethënë nuk lejohet të miren prej vendeve tjera. Dallim nga koreografia, sepse në koreografi mund edhe të vendosh edhe elemente të zonave të ndryshme. Pra është mbase edhe më e vështirë, sepse duhet i përmbahesh vetëm një zone. Vetëm një zone, po. Kuptohet, ka edhe valle ku mund tjetë e prej një zone me veshje, tash është duke punu babi në ansamblin shtetëror Rrezet e Shkupit. Do me thënë Rrezet e Shkupit përfshin duke fillu nga zona e Karadakut, nga zona Dërvenit, nga zona e Karshijakës dhe do me thënë me elementet e këtyre vendeve, me veshje apo të zonave që i përfshin Rretin e Shkupit, e ka bërë një koreografi. Kjo është. Një koreografi të përbashkët të këtyre vendeve. Vendeve, po. Koreografia jote të cilat zona elemente? Unë kam prek, dhe më thonë, historinë tonë, si që dim, Dardania, mbretëria Dardane, para shumë kohësh, edhe pak o shumë kam hulumtu cilën zone prek, ma shumë tash Kosova, por normal ka qenë edhe Shkupi dhe disa qytete tjera, jashtë Kosovës, edhe jam mundu që prej gjitha zonat e cila është përfshi mbretëria Dardane, edhe e kam bërë. Për të cilë sigurisht. Po, mas shumë ti më ka simulu, dhe më thonë edhe mbretëria, po që kemi qenë për para në mbretërinë Dardane dhe kemi gjetë edhe disa plaka e kemi po. Gjeti i lira, po, e vërtet. Sa është e rëndësishme, është e rëndësishme së diskutohet, por edhe veshja, detajet në veshje, edhe në një koreografi, edhe në një valle, sepse mund tjetë një valle, për shembull, një zone, por që nëse nuk përshtatet mbase komplet veshja, a e humbet pak atë, le të themi, originalitetin? Po, pa tjetër. Më thonë edhe veshja duhet përshtatet me koreografin, nëse titullohet, për shembull, këtu kemi disa fotot që shohim, dhe nëse është një valle e titulluar nga ndonjë zonë, duhet përshtatet ajo zonë. Me atë zonë. Për shembull, ja kjo foto këtu, kemi lujtë vallën dyshe Tropojës, dhe këtu janë veshje tropojane, dhe gjithçka duhet tjetë nga ajo zonë, nëse është valle nga ajo zonë. Kemi valle tash në ansamblin shtetëror, për shembull Baresha, por nuk është ajo zonë, por është, dhe më thonë, duhet me përshtat me koreografin që është. Sigurisht me vallën që është. Kush kujdeset në Emin Duraku për pjesën e veshjeve, për zgjedhjen, për... Pyetje shumë e qelluar, sinqerisht, sepse nana është ajo që përkujdeset për çdo detaj në veshjet kombëtare në ansamblin Emin Duraku dhe mundohet me gjithë forcën që e ka të bëjë çdo detaj që e kërkojmë. Zakonisht me babin edhe neve dy, kur marrim një valle ta punojmë, i kërkojmë asaj ta bëjmë qështu, ta bëjmë qështu. Dhe gjithëherë i ka ide të
jashtëzakonisht shumë të mira, edhe gjithherë përputhemi edhe me idejtë e saj, por edhe me idejtë e tona, dhe del një veshje sinqerisht fantastike. Fantastike, me të vërtet veshjet janë shumë të bukura. Mund ta përmendim emrin e nënës tuaj? Po, patjetër, Nana është Zyra Fete. Okej. E përshëndesim. E përshëndesim shumë, sepse edhe ajo jep një kontribut shumë të madh në fakt edhe për pjesën tjetër të ansamblit, veshjet që janë shumë të rëndësishme, që luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Do të vazhdojmë bisedën sigurisht, sepse do të kemi edhe një surprizë për ju, por tani do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj këtu me Gjenetën dhe Avniun, me të cilët flasim sigurisht për karrierën e tyre, 20 vite karrierë në vallëzim. Megjithatë, para se të vazhdojmë, sepse do të kemi edhe një lojë të vogël me to, po para se të vazhdojmë, do të kërkoj një surprizë në fakt që e kam përgatitur për to. Lus Regjin, nëse ka mundësi që ta shfaq surprizën. Përshëndetje. A pe shifni Avni dhe Gjenetën, s'keni ku ikni prej mua, as këtu. Andaj, fillimisht du që të falenderoj Ilmin, pra moderatorën e televizionit Talsat, një emision televizion të i qëlluar që çdo herë për kujdesen që artistëve të japin hapësirën që ata sa do kudo të tregojnë për punën, për përkushtimin, për karrierën, ja konkretisht tash po flasin për fëmijët e mi, Avniun dhe Gjenetën, që dikon para 2 dekadave, ndoshta dhe ma shumë, bile dhe ma shumë, filluan si fëmijë dhe vazhduan deri ditët e sotshme. Këto 2 dekada nuk kanë qenë as pak të lehta për ta, sepse për të bërë një punë e cila kërkon përkushtim, nuk duhet asnjëherë të ketë pushim. Me të vërtet është një sakrificë, do të kisha me thonë, por është ajo sakrificë që kalon në një krenari që të krijon një artist me plot kuptimin e fjalës. Pra, prej para 2 dekadash, si fëmijë, deri sot ta kanë kaluar shumë koncerte, kanë kaluar shumë valle, shumë koreografi kanë mësuar, i kanë prekur të gjitha zonat shqiptare në Maqedoni, filluar prej Kumanove, pra Karadaku e deri në Struk, që është atje jugu, deri në gjithë Kosovën, rajonet e Kosovës, për të kaluar në Shqipërinë e Veriut, Shqipërinë e Mesme, deri në Shqipërinë e Jugut. Pra, i kanë kaluar, i kanë prekur të gjitha zonat shqiptare, duke i vallëzuar to. Unë desha vetëm të them, me qenë se mu ofru mundësia nga ju, Ilmi edhe njëherë falenderoj, që me të vërtet këta 2 lumë shkupi që i ka, sepse janë të pakrahasueshëm dhe të pazavendësueshëm për njëherë. Fatkeqësisht e tham, sepse shumë pak ka të ri koreograf që punojnë me të rinj. Duhet të punohet me të rinj, por me të vërtet shumë pak janë prej tyre, sikur që është Avnia dhe Gjeneta. Dhe nga njëra anë e them lumë shkupi që i ka, sepse ata me punën që e bëjnë me rinin krijojnë një atmosferë që duhet të ketë seriozitet, krijohet një disiplinë e mirë tek ai i ri ose te ajo e re, dhe nga ana tjetër krijojnë familiarizëm brenda për brenda i të gjithë gjeneratave që këta dy punojnë. Kështu që unë deshta vetëm pak sa ta rumbullaksoj dhe ta që ndisim këtë surprizë tuajin që organizuat sot, edhe kështu që më shumë nuk dua të shtoj, sepse fjalën e kanë ata 2 me juve, por ndoshta tash për fund po e them ajo që çdo herë neve këto suksesi, kjo punë neve na ndesh, na ndonjëherë në ngrindje, do të shme thonë, ndonjëherë në mos kuptim të mirë, të them në kuptimin e fjalës, tregohet se si duhet bëhet kjo punë në aspektin e vallës, si duhet organizohet në aspektin e organizimit të një koncerti e kështu me radhë, dhe këtu ndeshimi nga pak, dhe do ta fusat dozën e humorit që ndonjëherë Avniu mu ma thot, besoj se tash i kujtohet ajo se ndodh ajo, kur unë e kërkoj këtë dhe në fund ma thot, bavi, thot, shumë stres po më jep. Nga ana tjetër Gjenetës, me kështu kur kështu, sikur më Avnin kur nga njerë i kërkoj shumë ma tepër se që duhet, edhe Gjeneta thot babi shumë po ngut, ka dalë, po s'u ngut.
Kështu që me këto dy momente unë po e përmbylli këto dhe vazhdoj dhe kështu që uroj të keni sukses në gjithë këtë emision. Auniu Xhenetës i vetëm mund të dëshiroj ja publikisht kështu sukseset ansamblit e Minduraku nuk do të ishin pa punën e tyre që e bojnë dekadën e fundit, me punën dhe përkushtimin e madh që e bojnë, sepse ata dy, edhe unë jam kryetari i ansamblit e Minduraku, por ata dy janë krahët e mi. Kështu që, Ilmini, faleminderit edhe një herë, miru pafshim dhe miru takoshim në evente dhe në takime, në organizime të tjera, sepse tash Avniu dhe Xheneta pas emisionit me nguti duhet të vinë në prova generale, sepse nesër veç kemi organizimin e festivalit të madh që e kemi ne në Dardani, Bjenja Tupan, ku ka shumë ansamble nga të gjitha etnit, por ka edhe këngëtar të cilët vinë nga Kosova, nga qytetet e Maqedonisë tonë, kështu që kemi një spektakël jashtëzakonisht të madh, kështu që faleminderit edhe një herë, miru takofshim. Faleminderit shumë, e falenderoj zotin Fadili edhe për këtë surprizë që nuk nguroj në fakt në momentin që ja kërkova. Si ju duke dhe ju surpriza, sepse në fakt këtu tregohet shumë, zoti Fadil në fakt tregon edhe krenarin që ka për ju. Sa ndihet krenare edhe për ju? Po dhe ne jemi krenar me ta, ato fjallë që na tha, me të vërtet ishte surprizë. Për meni që tha, kur tha e Minduraku që i ka suksese sot, më thonë, e Minduraku është një emër i madh, ansambli e Minduraku, 77 tash vite, dhe ka qenë gjithmonë një emër i madh në sferën e kulturës. Dhe ne jemi krenar që sot, ende kur flitet për e Mindurakun, dhe më thonë, është një fjalë që thuhet suksesshmit apo janë shumë të mirë. Gjithmonë janë fjalë të mira dhe ne jemi krenar për atë që thojnë, sepse me vërtet punojmë bashkë me babin, po edhe ju sigurisht i bashkangjiteni edhe punës edhe për kushtimet që ai ka pasur, në fakt e keni trashëguar edhe ju. Tha i përmendi atë pjesën e humorit në fakt. Kush nga ju e lodh më së shumti? Më shumë Xheneta e lodh, më pak e lodhi. Po, është e vërtet, sinqerisht edhe u emocionova, sepse po ndodh për spari herë në këto formë të surprizoheme dhe jashtëzakonisht më pëlqeu shumë. Do të hynë në një prej momenteve më të veçanta, sinqerisht. Kuptohet që më herët e ka drejtu ansamblin e Minduraku babi dhe ka qenë njëkohësisht edhe koreograf, edhe ushtrus, por edhe kryetar. Edhe duke pa punën dhe disiplinën që ai e ka mbajt ndër vite në ansamblin e Minduraku, jemi mundu që sa do pak të marrim prej ti. Ka qenë një frymëzim jashtëzakonisht shumë i madh për neve dhe falë ti jemi neve këtu ku jemi sot, sinqerisht. E vërtet, ka qenë, prapë unë mendoj që ajo sigurisht ju e keni trashëguar dhe tashmë është bërë edhe puna e përbashkët, sepse edhe ai vetë e përmendi që janë krahët e mi, pa krahët nuk mundemi të arrijmë, kështu që në fakt edhe kjo tregon shumë. Përmendi edhe diçka që fatkeqësisht tha nuk ka koreograf shumë të rinj të cilët punojnë me fëmijët. Unë dua t'ju pyes pak edhe për pjesën sa ka interesim edhe nga të rinjt edhe për të marrë pjesë në le të themi në ansambël ose për të qenë pjesë e këtyre vallëve për të mësuar edhe valle tradicionale. Interesimi ka normal, kara nuk është si përpara. Tash ndoshta është edhe ajo shkaku që koreograf ka më pak, por jeta sot ka bo ma ndryshe, diqysh ma dinamike, po është jeta dhe njerëzit nuk përpara kanë ardhur në këto pa mendu si gjana materiale punosh në kulturë. Ndërsa sot pak më ndryshe mendojmë në jetën reale. Pyesim për përfitimet mbase, çfarë do të përfitoj nga kjo? Po, por tash ndoshta ajo është më shumë të po dhe trendizimet, edhe ato e kanë bërë vetën. Sigurisht ka ndryshuar edhe koha. Më herët mbase kanë prit në radh për të bërë pjesë e një ansambli, ndërsa tash nuk kemi fëmijë që duan të bëjnë, por edhe duke qenë se edhe ka ndryshuar, ka ardhur modernizimi, tash edhe të rinjt dëgjojnë muzikë moderne, le të themi muzikë komerciale, por edhe sa është e rëndë, le të themi, apo nga ana tjetër edhe e rëndësishme që t'i mësojnë fëmijët ta ruajnë traditën, ta trashëgojnë traditën dhe mos të merren vetëm me pjesën moderne, po ta vazhdojnë edhe këtë pjesë tjetër. Po, neve
kemi fëmijë në ansamblin e Minduraku, dhe ata që i kemi, sinqerisht, mundohemi në çdo provë ta bëjmë interesant, shkaku që mos të largohen, sepse është rënd tash ta mbajmë kulturën tonë shqiptare me valle, me këngë, ta mbajmë gjallë sinqerisht, dhe ata që i kemi neve, veç se në momentin që ata kyqen ansambl dhe me mundin tonë që e bojmë për ta, ata fillojnë edhe dashurohen në kultivimin e vallëve dhe këngëve. Dhe sa i përket atyre që nuk kyqen, unë do ju kisha bë ftesë që të kyqen në për ansamble, sepse ka jashtëzakonisht plot ansamble, mund të kyqen dhe pse kanë kohë për gjithë qka. Vërtet. Edhe për telefonat, që është bërë më të jashtëzakonisht rëndizim, edhe për kyqen në ansamble, për gjërat të tjera. Nëse flasim, base nuk do të ketë përfitime, nuk e dita është për këtë pjesën, po kam përfitime të tjera në fakt. Ju gjatë gjithë kohës jeni në lëvizje, ju keni lëvizur në shtete të ndryshme. Mund ta marrin edhe këtë si përfitim, sepse ti shkon ta tregosh kulturën tënde, vallet tona, muzikën tonë në një vend të huaj, gjë që besoj është shumë emocionale, ta tregosh përpara të huajve kulturën tënde, po përveç asaj mëson edhe për kultura të tjera. Kështu që të gjithë të rinjt le ta marrin edhe këtë si mësim, sepse me të vërtet janë eksperienca të bukura, që pse mos bëhen pjesë e këtyre. Të dalim pak nga ana tjetër, tash dua t'ju pyes si jeni ju të dy jashtë skenës, në jetën e përditshme. Pak më tregoni kështu, se pastaj do nisim do e lidh me lojën, kam një lojë kam përgatit me disa pyetje për t'ju përgjigjur pastaj kush çfarë është, për të marrë vesh edhe publiku pak nga ju. Me thënë të drejtën, në shumicën e kohës jemi bashkë, sepse jemi në punë bashkë, në universitet jemi bashkë, në ansamblin e Minduraku jemi bashkë, në shpi bashkë, shoqërinë e kemi. A nuk mërziteni bashkë për njëri tjetrit, se zakonisht vlezërit dhe motrat ngacmohen, gërricen, si themi me njëri tjetrin, sidomos kur jeni non-stop bashkë? Kemi diskutime shpesh, po. Se jemi shumë bashkë, sinqerisht, edhe shoqërinë, po shoqërinë që e kemi për bashkët, po. Do me thënë, nikosisht jemi edhe vllai motër, por edhe ke shoqe, sepse... Edhe koleg pune në një farë mënyrë, edhe koleg pune, kështu që ju bashkojnë shumë gjëra, përveç shtëpisë si vllai motër. Okej, unë atëherë dua të bëj një lojë të shpejtë, mund të përgjigjeni vetëm me emra, edhe pyetjet janë kush është, edhe pastaj i lexoj pyetjet unë. Që të marrim vesh pak edhe prej jush kush jeni si persona në fakt, por edhe në punë. Atëherë, kush është më i rrept në prova? Avnio. Kush është më perfeksionist? Që kërkon ato detajet gjithmonë? Avnio. Gjeneta. Nuk përshtatemi këtu më mendimet, apo? Okej. Kush është personi që nervozohet kur dikush nuk e ndjek ritmin? Të dy besoj, apo? Po. Kemi. Kush është më i qetë nga ju të dy? Jo vetëm në punë, por edhe si karakter, mbase edhe në jetën e përditshme. Unë e pak më i qetë. Okej. Më impulsiv? I bie Gjeneta. Kush është më i organizuar? Edhe këtu jemi të dy njësër. Po. Të dy njëjtë. Okej. Kush harxhon më shumë para kur del? Gjeneta, apo jo? Unë dalë më shpesh edhe diqysh, nështë Gjeneta kur del marale. Aha, edhe e lëshon më shumë dorën, apo? Kush rri më shumë në telefon? Avnio. Deri tash Avnio foli, nuk duhet në telefon të ndeja ndërë, ma tash nuk mund tash mangë, ajo është e pashmangshme. Kush zgjohet më herët? Avnio. Unë e zgjona më herët. I hershëm. Kush improvizon më shumë gjatë një valleje? Dy jemi më të përfshirë. Okej. Kush shton lëvizje pa u konsultuar? Pa u konsultuar, Gjeneta. A të nervozon kjo pjesa kur shton diçka Po, dhe të pengon? Po. Okej. Kush ka zë më të lartë kur numëron ritmin? 1, 2, ato që i keni kur i mësoni. Gjeneta, okej. Kush është, le të themi, më e frikshme kur je urdhra gjatë një valle kur ushtroni ose keni përgatitje? Okej, kush prish më shpesh një detaj të kostumit në skenë? Ju ka ndodhur që të keni prish
ndonjë detaj të kostumit? Më prish jo, po thonë drejtën, këtu do të më kom ma shtrëngum. Më prish jo, po mu më ka ndodhë njëherë më ka ro brezi, edhe nëherë naj pull më ka qelë, po më prish jo. Okej. Po që në ato raste me siguri e gjindur edhe se ke bërë të duket sigurisht. Kush ka më shumë kërkesa për pamjen para shfaqjes? Vajzat, gjithmonë. Kush ka nevojë të qetësohet para skenës? Para skenës? Para se me dalë në skenë, dikush, ndoshta ndonjëri prej jush ka nevojë më shumë të qetësohet. Gjeneta ma emocionale, ndoshta gjeneta. Nga që është vajzë, sigurisht. Apo? Avni është më i qetë. Okej. Kush merr mesazhe më të çuditshme nga publiku? Ndoshta unë. Ka ndonjë mesazh të çuditshëm që e mban mend kështu? Po më thonë drejtën, na ma shumë punojna kështu, që tha teamwork, na nuk kemi vetëm avnje gjeneta, po edhe më ka orë interesant një koment, tash, po me thonë drejtë nuk mirë mi shumë ato. Sigurisht. I kemi një, është aty të salla jo në Mindurak, është një vizatim, ajo vizatim është salla e kuqe, por ajo vizatim është me ngjyrë zezë. Edhe këshin e mora një koment, pse e keni shkel flamurin, e nuk është as flamur, më thonë kodë. Ka komentet e tilla gjithmonë për ta prish pak. Ka ashtu njerëz të cilët duan ta prishin, megjithatë komentet janë nuk duhet merren parasysh kur ka komente vetëm për kritika që mbase nuk kanë vend. Kush fotografohet më shumë pas shfaqjeve? Janë disa përgjigje që veti dim kështu si vajza. Kush skuqet më shpejt nga komplimentet? Gjeneta. Gjeneta? Kush mërzitet më shpejt? Unë, aty. Kush është personi që falë më shpejt? Nëse ka ndodhë diçka, kërkon falje, thua okej, e lë me kaq. Avni jo. Ti mbani natë, ha? Me thonë drejt, unë ma shumë, tash këtu i kemi, unë punoj me djemë kjo me vajzat, atë kjo pjesa, kjo me djemë të është me elit, unë e me vajzat. Me vajzat. Okej, keni bërë po e kundërta. Okej, të fundit në fakt, kush ngacmon gjithmonë tjetrin më shumë? Ti e ngacmon Gjenetën, apo Gjeneta të ngacmon ty? Edhe këto Gjeneta. Edhe kush e ka fjalën e fundit në një diskutim, jo vetëm për punën, po në përgjithësi në një diskutim? Babi. Nëse ju të dy zjeri, në fund e merë... Po, na e prejshmi me cilin po pajtohet ma shumë. Pajtohet. Me siguri jep një mendim të tretë për të mos pasur përplasje, po? Ndo njëherë, Anon na me e prejshmi edhe shpresoj na dit thotë se une edhe jo në këkëshirë ashtu, që ta gjenen. Okej. Këto ishi në fakt, okej, ka edhe një pyetje tjetër në fund, kush është më shumë shef? Në fojzat ashtë se... Shef, pak më shumë në jafë. Okej. Atëherë, e mbaruam këtë pjesën, faleminderit që u përgjigjet. Unë tash dua t'ju pyes, duke qenë se afrohemi nga fundi në fakt, dua t'ju pyes cili do t'ishte një mesazh që do t'ju jepnit të rinjve, të cilët synojnë për të vazhduar edhe me vallëzimin, por gjithashtu edhe për t'u marrë me këtë pjesën, me traditat tona, me kulturën tonë. Po, do t'ju isha dha një mesazh të rinjve që të kyqen, sepse tani është edhe ansambli shtetëror të cilat do të rriten dhe do të mund të kyqen, shembull do t'u shpërblehet, gjithaj mund. Edhe pse ma herët ka qenë ëndër e shumë artistave të kyqen ansambli shtetëror, ta është interesimi i të rinjve ka rënë, ndërsa ansambli shtetëror është në funksion. Kështu që do me thënë do t'u shpërblehet gjithaj mund, jo vetëm me ansambli shtetëror, por edhe me shumë gjana që do të miren gjatë periudës që do t'jenë për ansamblet si që shembull e Miduraku e shumë tjerë. Shumë e vërtet, prandaj duhet edhe të rinjt të kyqen. Po, mesazhi im edhe jemi është paka shumë i njëjtë, por unë e shoh për shembull një fëmijë që mirret me jo vetëm me valle, po me një aktivitet, e shoh një fëmijë tjetër. Nëse marrim tash shembull vallëzimin, e shoh se vallëzimi ja hekat dembelizmin. Janë punëtor. Rinia sodit tash po foli për grupin ton, unë e shoh se ata që janë të kyçur kanë energji më shumë. Se sa ata dhe i bëj mesazh gjithë rinis që të mirëm aktivitet, qoftë me vallëzim, me sport, mos ta lënë. Mos mbeten prapa, sigurisht krijon edhe një lloj discipline, pastaj që i mund t'i duhet edhe më vonë edhe në jetë. Për armën e popullit tonë është
Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Ta përmendim pak në fund edhe koncertin, festivalin që do ta keni nesër, mbahet në Teatrin Shqiptar. Po, pak detaje që edhe shikuesit të kenë mundësi dhe të vinë pse jo, ta ndjekin. Po, ju bëj thirrje të gjithë ata që dëshirojnë të shohin shumë çka nga kulturat të ndryshme që na përfshin në Republikën e Maqedonisë. Ju bëj thirrje në Teatrin Shqiptar në ora 7. I mirëpresim. Patjetër, shpresoj shumë që besoj edhe në fakt që do të mbushet edhe salla, sepse tashmë janë aktivitetet, unë gjithmonë e them që nëntori është muaj më i dashur për ne shqiptarët, kështu që do të ketë aktivitete të shumta dhe pse jo kanë çfarë të shohin edhe shikuesit. Unë ju falenderoj shumë edhe një herë që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit shumë që ndatë kohë, se e di që tash do nxitoni për të shkuar edhe në provat gjenerale në fakt që e keni. Faleminderit. Faleminderit juve. Grazie.